Çfarë është vendimi i sharia për ato ena që në kohën e natë, do më thënë kemi haruar për të mbyllur enet ushqimi ose uji, çfarë kemi haruar gjatë natën, çfarë veprojmë me ato ena, do më thënë ai ushqimi duhet përdoret apo jo, ose në qoftë se është uji ose qumash, a duhet përdoremi apo jo. Ndoshta i vllai ka lexuar hadithi i dërgullahut xhaleshanu, ku dërgullahut xhaleshanu na i këshillon që natën kur flini gjumë, mbuloni enet ushqimi dhe enet uji. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غطوا الإناء enet mbuloni وأوكوا السقاء أو السقاء ajo çupi uji ose mund të themi ne shalikut uji mbyllni. Pse? Edhe وأغلقوا الباب dhe mbyllni dera shtëpia. وأطفئوا السراج dhe fikni kandilin. Kandilin, lampa që kanë përdorur diku njerëzit me vaj. فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا. Pse shejtani nuk hyr dot në xhupi ose ato kur kanë përdorur njerëzit grykën që thon ujtit, domethënë nëse është mbyllur, shejtani nuk hyr dot brenda. Ashtu dera kur mbyllet me Bismillahirrahmanirrahim, ai nuk hyret. Ashtu kur mbulohet ena me kapaku me Bismillahirrahmanirrahim, shejtani nuk hyr dot, thot dërgullahu xhaleshanu. Dhe thot në qoftë se nuk ka gjetur, thot wala yakshifu inan fa illa yajid ahadukum, në qoftë se nuk ka gjetur asgjë, domethënë nuk ka as për të mbyllur ena, për të mbuluar ena, diçka atë çfarë duhet bëmi? Atëherë an ya'rada ala ina'i udan, atë let vendoset një skop i vogël, një dru i vogël me Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhkuru isma Allahi falyaf'al. Atëherë me Bismillahirrahmanirrahim let mbyllet, edhe shejtani nuk hyrët. Se është duke i këshilluar dërgullahut xhaleshanu, fa inal fuaysiqata tudhrimu ala ahli albayti baytahum. Veçanërisht është duke folur dërgullahut xhaleshanu për lampa ose për kandili, që doshta hyret miu, edhe ai nëse prek atë, ajo bie poshtë edhe gjithë vaj del jashtë, edhe doshta merr zjarri, merr flak i shtëpia.